Partia Demokratike zhvilloi sot një takim të hapur për reformën territoriale, ku morën pjesë drejtues të lartë të saj, deputet dhe përfaqësues lokal. Në këtë tryezë ishte i pranishëm dhe kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Dr. Berisha ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama, pasi sipas tij reforma e fundit territoriale që zhduku komunat ishte për interes të Partisë Socialiste. Ai e cilësoi si antireforma e Ramës që u bë komponenti kryesor i platformës për pastrimin e Shqipërisë. Ne duhet kemi dy standarde. Standardin për Shqipërinë malore kodrinore. Duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banor, sa ajo është proces i gjatë ripopullimit. Por duhet rikthehen në të gjitha zonat kodrinore dhe malore në të cilat ka, sa të themi ne, 1.500 ose 1.300 banor. Franca numëron 35.000 komuna. Franca nuk është vend malu, Franca është fusha ka male, por është fusha e Europës. Është bujësia europiane, është potenciali më i madh bujësor i Europës. Dhe Franca ka komunat, ka 36.000 komuna dhe ka komuna me 1.500 banor. 1.500 banor. Ndaj dhe ne duhet të rikthejmë me shpejtësi, me përparësi në zonat kodrinore malore, shërbimet, komunat, si thirrja e fundit dhe mundësia e fundit për të mos i përjashtuar ato nga territori i Shqipërisë.